Kryeministri a ka lënë ka zyrët e LDK-s apo jo? Sot fizikisht ka kalua afër zyreve. Por ti mund të zgjedhët kryeministri dhe mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne tani kemi bërë publike qëndrimin tonë. Zotë Quni, me që përmendëm zotin Kurti, kryeministri a ka lënë ka zyrët e LDK-s apo jo? Po tani kjo është bërë shprehje e njohur, por besoj që keni fjalën se sot fizikisht ka kalua afër zyreve. E pa me datë pjesë, por buzëqeshi. Por qëllimi i kësaj deklarate ka qenë të kaluarën që pa LDK-n nuk mund të zgjidhet kryeministri. Kjo ka qenë. Po tani po kuptohet, janë edhe opcione tjera. Kurti mund të zgjedhet kryeministri dhe mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Atë s'po e do, PDK-n. Tani lidhje me preferencat e tij për ndërtimin e qeverisë vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës, atë ne tani kemi bërë publike qëndrimin tonë dhe besoj që zoti Kurti duhet ta ketë në konsideratë dhe nuk mundet në pafundësi me tentu edhe me ripërsërit që ne jemi të vetmit të favorizuarit të zotit Kurti për ndërtimin e qeverisë. E përmendet me herët çështjen e urgjencës në aspektin e sigurisë. Çfarë urgjencë në aspektin e sigurisë mund të ketë Kosova pra? Nuk e tham që urgjenca e përmasave që ne po na pret ndonjë konflikt apo luftë armatosur, por përderisa shtetet të cilat janë me kapacitetet e plota të institucioneve të sigurisë dhe kanë intensifikim të bashkëpunimeve bilaterale, po dhe brenda NATO-s, aleancave të ndryshme e tjera, ne nuk mundemi të luajmë rolin e naivit edhe të jemi aq komod që këtë situatë ta shpallim pa ndonjë urgjencë. Dhe po të ishte situata e rëndëmt, mendoj që ka kalu një kohë e cila nuk mundet me u arsitu para qytetarëve se ne do të mundemi me vazhdu, do të thotë me këtë ritëm edhe me të njëjtën qasje.